Po e nis me nestin, marshim protest sot, diskutoha me Blet Kokën pak më përpara, pa fjalime, pa podium, ai ka funksionuar më mirë ky skenar nesti që po vijon edhe sot në të tetën protest kombëtare kjo skem? Sipas demokratëve po, pasi kanë zgjedhur sërish të rikthehen këtij skenari, kanë bërë 2 protesta të ngjashme dhe do të provojnë të bëjnë një protestë të tretë ku kemi parë që në protestën e dytë marshim që kanë bërë janë hedhur dhe lëndë piroteknike në vilën e ish diktatorit Enver Hoxha ku sollën dhe dorëheqjen apo largimin e drejtorit të parë të policisë, i cili ishte Ilir Proda. Tashmë kemi një drejtor të ri në krye të policisë shtetit dhe sipas demokratëve ky ka qenë një ndër sukseset e asaj proteste, ndaj dhe kanë zgjedhur sërish që të kenë një protestë në marshim, ku do të nisë si zakonisht nga selia e Partisë Demokratike, me zotin Berisha në krye dhe deputetë të tjerë të Partisë Demokratike, më tej në bulevardin e Shmorët e Kombit për të shpërndarë në institucione të ndryshme si ministrit, parlamenti, por edhe drejtoria e policisë, që demokratët thonë se është një institucion i cili është i kriminalizuar dhe duhet protestuar edhe kundër këtij institucioni, jo policët të thjeshtë, pasi gjithmonë demokratët e bëjnë dallimin dhe thonë që të korruptuar dhe të kriminalizuar janë kupolat drejtuese dhe jo policët e thjeshtë. Pra, protesta sot është për drejtorin e ri të policisë së shtetit, zotin Hitaj, dhe të gjitha kritikat kanë qenë pas protestës së fundit nga ana e Partisë Demokratike, me ndryshimin e sjelljes sipas tyre ndaj protestuesve apo jo. Nuk është vetëm për drejtorin e policisë së shtetit, por është edhe për të. Ka pasur reagime të shumta nga selia e Partisë Demokratike duke akuzuar drejtorin e ri të policisë së shtetit si njëri politik të Edi Ramës, edhe ditën e sotme ka pas një deklaratë të ngjashme ku i është bërë thirrje që të mos provokojë protestuesët, që të mos marrë veprime të dhunshme ndaj protestuesve, siç demokratët të pretendojnë se ka ndodhur në protestën e fundit, ku policia e shtetit ka ndërhyrë më një herë kur ka pasur shpërthimet e para të lëndëve piroteknike në sheshin para kryeministrisë, dhe ku e pam të gjithë që protesta mori një rreth tjetër, nuk pati më qëndres në bulevardin e Shmorët e Kombit, e po ashtu policia e shtetit pengoi marshimin e demokratëve edhe përballë parlamentit, duke i bllokuar që te xhamia namazgjas. Me ndryshime strategjisë janë shtuar dhe akuzat në drejtim të policisë së shtetit, ku, siç e thash, zoti Hita cilësohet si njëri politik dhe jo si kryepolic. Ndërkohë, deklarata e policisë një ditë përpara, para kësaj proteste të sot me nesti, ishte që leja është dhënë vetëm për pjesën e bulevardit Dëshmorët e Kombit. Demokratët me protestën marshim qëllimin e kanë që të marshojnë në kryeqytet, çdo të thotë që policia do t'i bllokojë që ata të televizin nëpër Tiranë sonte? Kjo do të çojë masat e policisë nëse do të bllokojë lëvizjen dhe do t'i mbajë qytetarët dhe protestuesit vetëm në bulevard, apo do të ketë përplasje që në momentet e para, por demokratët kanë pasur një deklaratë ditën e sotme ku i kanë bërë thirrje drejtorit të policisë që të mos bllokojë protestuesit, të lejojë zhvillimin, tubimin normal të protestës.